Mendon që zoti Berisha pas zgjedhjeve duhet të rishikojë pozicionin e tij apo duhet bëjë një hap pas siç pretendon pjesa më e madhe edhe sipas statutit që ai ka miratuar. Si shikon PD-n në këtë situatë kur pretendohet që të largohet leadershipi aktual, e shohin si pengesë leadershipin aktual dhe ato që ka treguar votat e Ali Mehmetit dhe Jorita Tabakut shihen si dy situata ose dy realitete të ndryshme ku shqiptarët kishin një leadership, por kishin edhe njerëz të moderuar. Çfarë duhet ndodhë në këtë situatë? Unë mendoj që kjo ikja, largimi, dorëheqja e zotit Berisha duhet negociuar me zotin Berisha. Zoti Berisha tregoi që është një njeri që merr 500.000 vota edhe kur nuk e ka siglën e Partisë Demokratike, por është fuqi. Kjo dhe duhet negociuar me to. E pa mjaftueshme apo jo, është një fuqi që ka në dorë 500.000 vota që ka shumicën, me atë duhet negociuar. Pjesa tjetër, a duhet iki apo duhet ri, është një vendim që e bëjnë llogari pastaj qytetarë shqiptarë. Unë flas në optikën tënde sa e di vetë se çfarë do bëj. Jo, unë di që unë si komentator politik them që nuk ka asnjë shans të rrëzohet apo të ketë një rotacion politik pa një forcë politike të fuqishme në kuptimin e votave dhe mbështetjes qytetare. Berisha sot mirë apo keq është njeriu që ka 500.000 vota të tija personale. Pra e pam jashtë PD-s, brenda PD-s, Berisha i ka 500.000 vota. Me të duhet negociuar. A ka një alternativë tjetër jashtë Berishës që mund të mobilizojë 500.000 qytetarë? Nuk e di, nëse ka, na e tregoj. Dhe patjetër që unë do jem dakord që nëse dikush mendon se ka fuqinë të mobilizojë më shumë se 500.000 qytetarë, është i mirëpritur, por unë nuk mendoj, nuk shoh ende në Partinë Demokratike një figurë që të mobilizojë më shumë se sa që ka mobilizuar aktualisht zoti Berisha. Janë realitet në politik, të pëlqen s'të pëlqen, dhe vendos forca, vendos fuqia. Dhe kjo nuk duhet neglizhuar kurrë, pavarësisht dhe këtë Berisha dhe çdo politikan e di më mirë se kur çdo tjetër. Nëse ti ulesh në tavolinën politike, ajo që të mban atë tavolinë janë numri i votave që ke fituar. Nëse nuk do kishte vota, ky muhabet as do diskutoheshe fare, as do hidheshe fare si ideja do ikte apo jo Berisha, do ishin larguar që fakti që nuk ka asnjë zë që mundet apo që po e kërkon këtë të paktën brenda strukturës Partisë Demokratike, tregon fuqitë zotit Berisha. A i duhet kjo shoqërisë, apo nuk i duhet kjo shoqërisë, ky është debat tjetër, unë nuk jam filozof, unë jam komentator politik, dhe për mua në politik vendos fuqia. Është si kjo, Almer. Çfarë po ndodh midis Rusisë dhe Ukrainës? Në fund ditës krejt e padrejtë është ajo që do vendoset për Ukrainën. Por vendos fuqia. Në fund ditës në real politik vendos fuqia, vendos numri i votave, vendos mbështetja që ti ke, vendosin njerëzit që të përkrajnë ty. Pra, pavarësisht emocioneve zemërthyer apo emocioneve që shpesh i shohim tek qytetarët se nuk mund t'i injorojmë, në fund të ditës ajo që vendos është fuqia dhe duhet negociuar me zotin Berisha. E vetmja gjë që mund të prodhoj diçka për Partinë Demokratike është një negociat me zotin Berisha. Dhe një negociat me zotin Berisha mund të çojë aty ku thua ti, po kjo nuk bëhet pa futur në ekuacion zotin Berisha. Dhe nëse zoti Berisha nuk largohet, kjo është kë duhet negocioj zoti Berisha dhe kë duhet sjella, mos ka me atë plagën e freskët atë që ndodhi me Lulzim Bashën. Mund sepse përmendë fjalën negocim me kë? Jo, negocim. Cili është autoriteti përballë? Kush mund të kërkojë negocim? Që do tentoj të marrë Partinë Demokratike, do negociojë me fuqinë kryesore të Partisë Demokratike, që është zoti Berisha. Problemi është që nëse zoti Berisha vendos të japi dorëheqjen, çfarë do të bëhet me këta qytetarë që besojnë tek zoti Berisha. Prandaj zoti Berisha e mbylli debatin e çështjes që diskutohet që lidhet me dorëheqjen e tij.